shoqëria, një shoqëri me shumë njerëz të ikur tashmë, një shoqëri ku ka pakënaqësi të madhe, po ka një paqartësi për veprimet që duhen ndërmarrë ndaj kësaj pakënaqësie. Ka një mëdyshje nëse duhet reaguar kështu ose duhet reaguar ndryshe, si duhet reaguar bashkë me këtë forcë politike apo jo, duhet të jenë civile reagimet, ka dhe i nervozizëm në shoqëri në një farë mënyrë do thosha se çfarë duhet bërë. Si e shikoni këtë? A mund të jetë kjo rezistencë e opozitës është do të shkëndi për shoqërinë që ta shpreh hapur pakënaqësinë e saj? Si rezultatet elektorale, ashtu edhe sondazhet tregojnë që opozita përkrahet nga një konstante prej apo më shumë se gjysmë milioni votuesish në Shqipëri. Dhe krahas kultivimit të këtij elektorati përmes një politike opozitare, përmes denoncimeve periodike, pothuajse të përditshme, të bazuara të gjërave skandaloze apo super skandaloze të qeverisë, çdo njeri tjetër, përfshi aty që janë brenda gjysmë milionësh dhe aty që janë jashtë gjysmë milionësh, thonë çfarë do ketë kjo forcë politike për mua, në mënyrë që ta ndaj mendjen ditën e votimit. Dhe këtu është ende koha edhe për t'u angazhuar me gjërat e jetës përditshme, duke trajtuar ato çështje që janë më të rëndësishme për shoqërinë apo për segmente të ndryshme të shoqërisë, secili duke i parë rrallat e veta, duke i bërë propozime realiste dhe konstruktive, si dhe duke qenë më të pranishëm në territor, në lagje, duke folur me të tërë, në një qytet vogël, në një qytet madh, në fshat, me ata që kanë mbetur, në mënyrë që të zgjerohet kjo bazë mbështetëse elektorale, apo shoqërore, apo popullore, për Partinë Demokratike dhe për gjithë opozitën. Besoj që kjo është e dëshirueshme. Ju përmendët që janë larguar, por nuk u vëndu miratua edhe një mundësi pak a shumë me masa sigurie e votimit të shqiptarëve që banojnë jashtë vendit. Dhe këtu ka një mazhorat, kam lexuar po e shfrytëzon, këtu ka një potencial shumë të madh votesh, po të supozojmë që për shkak të rrethanave që dihen të punësimit të militantëve, të favoreve të militantëve, supozohet që ndër 10 veta që kanë ikur, 5 ose më shumë janë të opozitës. Atëherë, ky është një potencial tjetër, se në fund të ditës me ose pa qeveri teknike, unë shpresoj shumë me qeveri teknike, ne në pranverë të ditarshëm do vinë të zgjedhjet dhe në zgjedhje është e nevojshme e përsërisë jo vetëm për PD-n dhe opozitën, po dhe për demokracinë në Shqipëri që të ketë një rotacion pushteti. Nëse nuk ka më herët përmes qeverie teknike e cila nuk është rotacioni mirëfill, po është një mundësi për të patur zgjedhje të balancuara me shanse të barabarta midis dy grupeve. Prandaj do ishte shumë e vënd që të fokusohesh në gjitha planet, pa neglizhuar protestën, e cila është e nevojshme për të treguar që opozita nuk është e shuar dhe nuk mund ta shuajë qeveria e Edi Ramës. Flasim pak tani